Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë të nderuar vëllezër dhe motra në leximin e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ethereve nga sahabët dhe tabiinët në lidhje me temën e edukatës islame, libër i cili është shkruar nga prisi besimtarve në hadith, Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Allahu e mëshiroft dhe e bëft për banorëve të xhenetit Firdaus. Jemi në temën e 57 të librit, ku thot Imam al-Bukhari, bab yebda'u bil jar. Tema fillohet me komshiun. Pra fillohet bamirësia, fillohet nëse do t'i bësh dikujt të mirë, atëherë filloje me komshiun. Dhe hadithi i parë me numrin 104 që ka sjellë në këtë temë është hadithi i Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, i cili ka thënë dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vazhdoi Jibrili të më porosiste për komshiun, gjersa mendova se do ta trashëgonte atë. Hadithin e kemi lexuar dhe në temën e kaluar. Imam Buhariu e ka sjell sepse ky hadith është i përshtatshëm edhe në temën tonë, pra ashtu siç është trashëgimtari përpara të tjerëve në trashëgimi, në këtë mënyrë është komshiu përpara të tjerëve në bamirësi dhe në dobi. Pra fillohet me komshiun. Dhe kjo është një porosi e përgjithshme, dhe duke qenë se është porosi e përgjithshme, atëherë përmban edhe të filluarit me komshiun. Pra nëse do t'i bësh dikujt mirë, filloje me komshiun përpara të tjerëve. Dhe këtë hadith e lexuam dhe në mësimin e kaluar. Hadithi 105 nga Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, i cili pra u therr një dele tek ai dhe i tha shërbyesit vet, a i dhurove komshiut ton jehudi, a i dhurove komshiut ton jehudi, kam dëgjuar të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam të thotë, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Vazhdoi Jibrili të më porosiste për komshiun, gjesa mendova se do ta trashëgonte atë. Pra kjo është një hadith nga një sahab tjetër, Abdullah ibn Amr ibn As, Allahu qoftë i kënaqur prej tij dhe prej babait të tij, ku tregon kuptimin e këtij sahabi të
të këtij hadithi. Pra, ky sahab e kuptoi këtë hadith në përgjithësinë e tij. Derisa hadithi nuk përmend musliman apo jo musliman, atëherë këtu përfshihet edhe jo muslimani. Dhe Abdullah ibn Amr radiallahu anhu i thot djaloshit shërbyesit ti pasi ishte therrur një bakti, pra dhe mishi do ndahej, a i dhurove komshiu ton jehudi, e përsërit 2 herë. Kjo tregon për interesin që kishin sahabët në këtë temë, kujdesin që zhvillonin në lidhje me komshiun, qoftë ai edhe jehudi. Dhe kjo tregon që sahabët e zbatonin fenë e Allahut me përpikmëri dhe me kuptim të saktë. Dhe pasi e thot dhe kujdeset për veprimin, argumentohet, pra sjell argumentin e veprës së tij. Dhe thot, unë kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam të thot, vazhdoi Xhibrilit më porosiste për komshiun derisa mendova që do ta trashëgonte atë. Pra kjo është nga vlera dhe nga mirësia e këtij sahabi dhe të shokët e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet që janë shembull për brezat e arshëm, janë njerëzit më të mirë të këtij umeti, dhe veprat e tyre duken dhe janë të qarta. E kemi thënë që komshit janë 3 lloje. Pra, komshiu i cili është i afërt edhe musliman, komshiu që është musliman dhe komshiu i cili nuk është musliman, pra është komshiu i thjeshtë. Të 3 këto kategori kanë të drejtat e tyre. Minimalja është e drejta si komshi. Dhe ai që është komshi musliman ka 2 të drejta, edhe e drejta e islamit dhe e drejta e komshillikut, kurse ai komshi i cili është edhe i afërt me ty në farefis, në lidhje gjaku, atëherë ka 3 të drejta. Gjithsesi, sahabi e kupton këtë hadith dhe interesohet për komshiun e tij jehudi. Brezat e parë të muslimanëve, të cilët ishin në këtë gjendje, në këto vepra të mira, janë bërë shkak që të përhapet Islami në të gjitha anët e botës. Interesimi për komshiun ndodhte kur për shembull njeriu interesohet për gjendjen e tij apo për gjendjen e fëmijëve të tij, e vizitonte atë kur smurej, i dhuronte ushqim ose pije. Dhe këto vepra, të cilët edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij më mbrapa i bënin dhe kujdeseshin, bëheshin shkak që njerëzit të pranonin fenë islame, të ndiqnin të vërtetën dhe të braktisnin të kotën. Shikoni sa dëm i madh i shkaktohet Islamit kur disa prej muslimanëve nuk i zbatojnë këto sjellje dhe këto edukata, bëhet shkak që disa persona të pengohen nga pranimi i të vërtetës, nga
largimi nga kota dhe nga fet e gabuara, për shkak të mos zbatimit të edukatës islame, siç na ka urdhëruar Allahu dhe i dërguari i tij. Thot Allahu Azza wa Jall: La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allahu nuk ju ndalon juve prej atyre të cilëve nuk ju kanë luftuar juve në fe dhe nuk ju kanë përzën prej shtëpiave tuaja, që t'i bëni bamirësi atyre dhe t'i bëni drejtësi. Allahu i do ata të cilët bëjnë drejtësi, pra me fjalët e tyre dhe me veprat e tyre. Pra në këtë ajet Allahu subhanahu wa taala na tregon që Allahu e pëlqen që ne të bëjmë bamirësi ndaj këtyre kategorive dhe të mbajmë drejtësi me ta. Prandaj ftesa që i bëhet jo besimtarve, bëhet edhe me sjelljen tonë, bëhet edhe duke u lutur Allahut madhëruar që t'i drejtojë në rrugën e drejtë dhe nuk ka bamirësi më të madhe për komshiun i cili është kafir, pra jo besimtar, se përpjekja jon që ai të pranojë të vërtetën dhe të braktisi të kotën. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: La in yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am. Nëse Allahu udhëzon me ty qoftë edhe një njeri të vetëm, është më e mirë për ty se devet e kuqe. Pra, që ta kuptojmë më konkretisht, sikur të na thuhet, është më e mirë për ty se filan makinë apo filan mjet, ashtu kanë qenë dhe devet e kuqe në atë kohë, pra nga pasuria e shtrenjtë e arabëve. Prandaj, nëse Allahu udhëzon me ne një person të vetëm, qoftë edhe një person, është më e mirë se dynjaja. Duhet që të përpiqemi t'i ftojmë me sjelljen tonë dhe më mirë se të njeh komshiu, nuk të njeh kush. Por ftesa dhe thirrja dhe daveti që i bëhet komshiut i cili është jo besimtar apo është person që në të ka shturje, duhet të bëhet me kujdes dhe duhet të sigurohesh nga fitnja dhe nga sprova që mund të shkaktojë sherri i këtij personi. Gjithsesi, Allahu Azza wa Jall na ka urdhëruar t'i bëjmë mirë dhe të sillemi mirë derisa kalon për te mundësive tona. Dhe hadithi tjetër nga Aisha radiallahu anha, e cila ka thënë: kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam të thotë: ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu la yuwarrithu. Kam dëgjuar Gjibrilin vazhdoi Gjibrili thotë të më porosiste për komshiun derisa mendova se do ta trashëgonte atë. Të gjitha këto që i lexuam vijnë nga rrugë të ndryshme të hadithit. Kjo na përkujton edhe një herë që hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mund të vinë nga një sahab, po mund të vinë nga 2, nga 3, nga 5, nga 10, edhe më shumë. Pra, është krenari për muslimanët që kanë zinxhirin e transmetimit. Është e ruajtur
fjala të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam me anë të zinxhirit të transmetimit. Ky hadith që ne e përmendëm është marrë nga sahabi Abdullah ibn Umar, nga gjithashtu nga sahabi Abdullah ibn Amr dhe nga Aisha, Allahu qoftë i kënaqur për të gjithë atyre. Pra, në këtë temë neve na tregohet një diçka shtesë nga ajo që u përmend më lart, na tregohet kuptimi i sahabëve dhe zbatimi i tyre, ku përfshihet dhe sjellja e mirë me komshiun jo musliman. Tema tjetër e 58 e librit Bab yuhdi ila aqrabihim baban, i dhurohet më të afërmit ose i dhurohet derës më të afërt. Dhe ky rregull i cili aleikum selam rahmatullah, ky rregull i cili thuhet në këtë fjali, kur njeriu do të bëj një dhurat apo do të bëj një bamirësi komshiut dhe komshit mund të jenë të shumt, por ai nuk mund t'i përfshi në këtë të gjithë, atëherë nga ta filloj nga dera më e afërt. Dhe Imam Buhariu ka sjell hadithin në këtë temë, ku vjen nga Aisha radiallahu anha, e cila ka thënë: "Qultu ya Rasulallah, inna li jarayni, fa ila ayyihima uhdi?" Qal ila aqrabihima minki baban. Aisha radiallahu anha i thot, dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, unë kam 2 komshi, cilit prej tyre t'i dhuroj diçka. Pra, Aisha e para njerë përfitohet pyetja përpara veprës. Nuk e veproi veprën pa pyetur të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse dia është përpara veprës, përpara fjalës dhe punës. Dhe kjo kërkohet në të gjitha çështjet fetare. Ky rregull duhet zbatohet nga ne në të gjitha çështjet fetare. Ndodh sidomos tek personat që bëjnë haxhin, që bëjnë vepra pa pyetur dhe pastaj kur gabojnë vijnë ke dietari dhe marrin përgjigje që nuk u pëlqejnë. Prandaj, për të eliminuar këtë gjë, duhet ta mësojmë këtë rregull dhe ta zbatojmë në jetën tonë. Përpara se të veprojmë, duhet të pyesim. Dhe këtë na e tregon ky veprim i nënës së besimtarëve, Aishës radiallahu anha. Dhe ajo thotë, unë kam 2 komshi. Përpara kësaj, përmendim dhe ajetin që ju e dini, thotë Allahu subhanahu wa taala: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik." Dije se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe kërko falje për gjunahun tënd. Dhe thot Imam Buhariu, bada bil ilmi qabla al qawli wal amal, e filloi me dije para fjalës dhe punës. Tani personi ndoshta nuk mundet dot t'i përfshi me dhurata ose me bamirësi të gjithë komshitë e tij. Atëherë duhet të mësoj këtë rregull, për cilin pyet Aisha,
cilit prej tyre unë t'i jap, atëherë pejgamberi sa më thot, derës më të afërt me tënden. Fillon pra me derën më të afërt. Kjo për shkak të fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po edhe për shkak sepse duke qenë afër teje ose dera më e afërt, mundet të shohin atë që të vjen ty, mundet të ndjejnë erën e ushqimeve tuaja dhe t'i shkoj mendja. Dhe të gjitha këto janë shkak që të fillohet nga më i afërti. Meqense komshiu, sidomos ai që është i afërt, të gjendet ty në ndihmë kur ke nevojë dhe ai është i pari person që të vjen kur ke një nevojë apo je i shkujdesur, atëherë ky e meriton i pari dhuratën ose bamirësinë që ti ke dëshirë t'ja bësh një prej komshive dhe mos e fillo nga ai që është larg, por filloje nga ai që e ke dera e tij, pra është më afër me tënden. Pra kjo është interesi i sahabëve për hollësitë e fesë dhe për të mësuar gjërat parësore, me kë të fillohet, pra kush është më e mira e dy veprave për shembull. Pastaj vjen hadithi po nga Aisha radiallahu anha, e cila thot, ja Rasulullah, inna li jarejni fe ila ejihima a uhdi, qala ila aqrabihima minki baben. I njëjti hadith ndoshta ndryshon zinxhiri i transmetimit, prandaj që e tham dhe e themi gjithmonë që muslimanët duhet të krenohen me zinxhirin e transmetimet që kanë, sepse feja jonë është e ruajtur deri në detaj dhe nuk është askush si feja islame që çdo gjë është e ruajtur dhe e bazuar në argumente të sakta, kurse fetë tjera janë fjalë të pambështetura në argument dhe prandaj Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar të ndjekim fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për shkak të devijimit dhe të ndryshimit që ata i bën fesë të tyre më parë, pra jehudët dhe nasarat. Tema tjetër e 59-ta, bab al-adna fal-adna min al-jiran. I afërti, pastaj më i afërti prej komshive. Është pyetur pra nga Hasan el-Basri, Allahu e mëshiroft, i cili është tabin, është pyetur për komshiun. Faqal, dhe tha, 40 daran amamahu, wa 40 khalfahu, wa 40 an yaminihi, wa 40 an yasarihi. Është pyetur Hasan el-Basri, pra është tabin, dhe tham që ky libër përfshin fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fjalën e sahabëve dhe tabinëve, dhe Hasan el-Basri ka thënë 40 shtëpia përpara, 40 mbrapa dhe 40 nga e majta dhe 40 nga e djathta. Që tregon që njeriu duhet kujdeset sa të mundet me komshit e tij. Dhe bamirësia fillohet nga dera më e afërt dhe ky është një rregull. Pra ky është rregull që duhet zbatuar. Për shembull, nëse ti ke edhe një afërsi gjaku, atëherë mundet që t'i jepet atij duke qenë se
është i afërt me ty. Por nëse janë komshit një lloj, pra në rang, atëherë fillohet nga më i afërti me derë. Sepse duke qenë numri i komshive kaq i madh, sidomos edhe ne që jetojmë ndoshta disa prej nesh në pallate të mëdhaja ku ka shumë banor dhe ku ka shumë komshi, atëherë nuk është e mundur që ne të bëjmë bamirësi dhe të bëjmë dobi të gjithëve ndoshta, por duke zbatuar këtë rregull, na lehtësohet puna jonë në zbatim të fesë islame. Prandaj, imagjinoni sikur njerëzit t'jenë me komshitë e tyre, me sjelljen e duhur që na urdhëron Allahu dhe i dërguari i tij. Imagjinoni se sa shumë bukuri ka ambienti, se sa shumë i lehtësohet jeta e njerëzve, dhe personi që mund ta godas në një vështirësi apo ndonjë fukarallik është i qetë sepse të tjerët e shikojnë, kujdesen, interesohen për çështjen e tij. Dhe jo siç ndodh në disa vende që deri tani kam dëgjuar vendet jo muslimane, Allahu na ruajt, që të vijë kjo lloj situate edhe në vendet tona, që dikush vdes nga komshit dhe e gjejnë me anë të humbjes së kontakteve apo kur ai ka filluar të dekompozohet trupi i tij, dhe këtë më ka treguar një njeri i afërt i imi, që i cili jeton në Francë, e ka ngjetur komshiun të dekompozuar. Prandaj që feja islame është feja e cila është feja e vërtet dhe i fton njerëzit në cilësitë më të mira dhe më të bukura, dhe nëse njerëzit i zbatojnë, do të jetojnë të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj e lutim Allahun e madhëruar që të na forcojë në fen ton, të na mësojë Kur'anin dhe fjalët e dërgumit Allahut sallallahu alaihi wasallam, të na bëjë për atyre që e zbatojnë këtë fe të bukur dhe të na japi sukses që veprat tona të jenë shkak për udhëzimin e atyre që nuk janë në Islam dhe të na shpërblej në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu a shpërbleft për durimin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.